Kjo video është vetëm dhe vetëm për personat që dashurojnë kafen. Nëse je qaj person, këshire videon deri në fund. Nëse jo, mundesh me po scroll. Edhe pse sinqerisht nuk kuptoj qysh mund dhe njerës mos me dash kafen. Nejse, ka ardhur koha me ndru aparatin e kafes. Na e kemi marrë aparatin Telongi. Ky aparat është aparat pak më i madh se sa ai që e kemi pas. Ka opsione pak më tepër se sa aparati i kalum. E mbusha këtë pjesë në ujë se jemi tu pi shumë kafe dhe po harxhohet shumë shpejt. Edhe vendosa kafen te pjesa e mullirit, që kjo është pjesa e preferume. Se ti qysh tani krejt shtëpi si vjen ira kafe. E mira e këtij aparatit është që e ka mullirin 100% qeramik, e kjo ndikon që shija e kafes mos me ndru. Ka 5 programe, do me thonë mundesh me qit espresso, macchiato, cappuccino, amerikane edhe ujë të nxehtë për personat që e dojnë çajin. E kom incizu sot tu e qit një espresso edhe një macchiato. Vendos këtë pjesën e qumshtit. Mandej aparati e bën punën e vet, tu e qit qumshtin e nxehtë edhe e vazhdon me kafen, edhe në fund e kemi një macchiato tepër të mirë. Çdo herë pas përdorimit të qumshtit e prekim edhe këtë butonin për pastrimin e gëlqerës. Këtë aparat mundeni me gjetë në Neptun me zbritje. I vetmi send negativ në thojza është që jam tu pi tepër më shumë kafe se zakonisht. Ju përqafoj, bye bye.